përgjithësi. Pak javë më parë, zonja Zhulali ka pyetur drejt për drejt zonjë Ristani, ku jemi me planin e zjarreve, pse se s'është i vetmi pallat, i pari pallat që digjen në Tiranë, në të njëjtën formë. Çfarë plani ke dhe çfarë investimi ka për zjarr fikset? E kishte shumë korrekte ajo pyetje. Po kujt ja bënte? Se këta nuk punojnë për atë punë. Tashti unë mendoj që menjëherë duhet bërë një herë plan. Ore, sa pallate ka me këtë lloj veshje? Po pra, se kjo është ajo që bën pyetje të gjithë teksa shikonin zjarrin, përveç fatkeqësisë atyre menduan gjithë për vetëm. Zoti Parruca, kostoja për të përdorur material padjekshëm është qesharake. Ajo kostoja plus ndaj këtij materialit zakonshëm. Për ta bërë padjekshëm, po padjekshëm që ti të rish gjysmore me flak oksidrike mos të dihet, kjo do të thotë padjekshme, praktikisht shumë rezistente ndaj zjarrit. Është një kosto krejtësisht minimale dhe kujtoj që ai epizodi tragjik i shkollës Grenfell ka ndodhur 14 vjet më parë në Londër, ku vdiqën 80 vjet. Këtu fatmirësisht nuk patëm humbje jete, kjo është për të thënë faleminderit Zotit. Po, patjetër. Po 14 vjet përpara dhe akoma s'ka zënë mend këta tamë këtu. Dhe u dojsh dhe një pallat tek rrugë e Kavajës, besoj e mbani mend. Po, patjetër. Doli vetëm pak vite më parë. I njëjti fenomen. Në momentin që merr zjarr diku kjo lloj fasade, ajo përhapet në të gjithë fasadët. I njëjti fenomen me zjarr fiks të pa mbështetur siç duhet nga shteti me mjete. I njëjti fenomen që nuk hyn dot mjetet. Ju pat besoj zjarr fiksa nuk hyn të dot. Sepse këto gjëra duhen menduar që në origjinë, planet duhen bërë që në origjinë, materialet duhen marrë ato të duarat që në fillim, se ju e pat besoj firmën ndërtuese që ka gjitha përgjegjësitë e veta, se është shumë e qartë se çfarë të bën, dhe tha, nuk kemi përgjegjësi se kemi përdorur materiale certifikuara. Certifikuara nga kush? Nga shteti. Pra, faji është i shtetit pse certifikon këto materiale apo jo? Faji është i atyre që kolaudojnë këto lloj ndërtesash, që jatet leje ndërtimi këtyre lloj ndërtesash. Ku kuptum neve që me një diçka minimale fare merr ka zjarr gjithë pallatin. Atëherë, unë mendoj që menjëherë sot ky lloj materiali do bllokuar në sekond, sepse vazhdon ndërtohet, smundja e ndërtimit vazhdon. Dhe e para kjo dhe e dyta do bërë një census i saktë sa ndërtesa janë veshur me këtë lloj materiali. Pra sa qindra apo mijëra familje ne sot i kemi duke jetuar ke ky makti mos na ndodh neve njëjta gjë. Në mënyrë të tillë që gjithë këto pallate me incentiva shtetërore më patjetër, sepse ka fajin banori që i ka thënë ti si shtet që kjo banesë është e sigurt, shteti të ndërhyjë me ato taksa që ja ka vjedhur një ke nafta ja ka vjedhur ke ushqimet ja ka vjedhur ke ndihmat që na jep Bashkimi Evropian neve, shkoj dhe t'ja ndroj fasadat dhe t'ja bëj ashtu siç duhet, sipas kushteve që t'jetojnë qetë gjithse kushtet në shtëpitë e tyre. Por do nisur si punë kjo. Kjo nuk mund të lejmë neve prap fatin. Pra, u shpresoj të mos ndodh më, po nëse ne do të lejmë gjithçka fatin, atëherë për çfarë duhet në qeveria bashkia, çfarë duhet këto? Po, ti mbyllim ne këto pastaj, edhe t'ja lëm fatin. Nuk duket deri tani që do të ndodhë. Për ditë që ne presim, po shohim gjëra madhore që ndodhin kësaj qeverie, gjëra madhore që ndodhin kësaj bashkie, nuk ka më ku të shkojë. Pra, o këta do ta zbrazin këtë vend, o ne duhet i rrëzojmë këta njerëz. Një nga këto dy gjëra do ndodhin. Nuk ka çfarë ndodh gjë tjetër në mes. Unë shpresoj një orë më parë të jetë mundësia dhe nga partnerët ndërkombëtar me mbështetjen e tyre absolutisht nevojshme, por jemi ne ata që duhet bëjmë maksimumi. Jemi ne ata që do bëjmë përpjekjen këtu brenda. Pastaj mund të kemi edhe një mbështetje nga jashtë, po. Ata harrojmë neve që vjen dikush nga jashtë dhe rrezon këtë lloj krike këtu brenda. Se po të kishte qenë kështu, atëherë kjo do kishte ndodhur me kohë. Ato mbështesin patjetër aktivizimin kundër tyre, po nuk do vinë ata të bëjnë punën tonë. Duhet jemi ne që mbajmë përgjegjësitë përsipër ta marrim dorë këtë vend. Kjo është e vërteta, kjo është arsyeja pse duhet jemi aty në shesh gjithë. E duhet jemi në çdo protestë që thirret kundër qeverisë, pavarësisht nga bindjet politike, se jemi të gjithë vjedhur nga i pari tek e fundit. Shumë e qartë.